Shqipëria, ëndrat europiane dhe karriget e mafias. Ndërsa në vendet e avancuara si Suedia apo edhe në vendet e largëta të Azisë si Korea e Jugut, Japonia e Kina, çdo person që kapet i përfshirë në afera korrupsioni apo skandale të rënda del para kamerave. Ul kokën dhe kërkon falje publikut të tij, duke i dhënë fund karrierës politike, këtu tek ne, në Shqipërinë e ëndrave europiane, por të sjelljeve guarilase dhe të kartelit, ndodh krejt e kundërta. Në Shqipëri, një vend i vogël që vazhdon të mbaj flamurin e hipokrizisë, personat e kapur me prova të pakundërshtueshme në korrupsion, lidhje me mafien dhe krime të tmerrshme nuk përballen me drejtësinë. Përkundrazi, këta njerëz, të cilët në çdo vend normal do të ishin përjetësisht të turpëruar e të përjashtuar nga politika, rikthehen si triumfator në karriget e pushtetit, duke kandiduar sërish për parlament sikur të ishin kampion të moralit dhe të përkushtimit qytetar. Po flasim për të njëjtët emra që shqiptarët i njohin mirë, Sali Berisha, Edi Rama, e një listë të pafund deputetësh, ministra e drejtorësh që e kanë lidhur emrin e tyre me mafien shqiptare. Korrupsionin e pashembull dhe me çdo krim të imagjinueshëm kundër këtij populli. Të djathtë e të majtë, të gjithë bashkë në një valle të ndyrë pushteti, duke ndarë tendera, prona publike, duke shitur moralin dhe duke bler votat si një pazar i pis që nuk njeh ndal. Këtu, ëndrat tona janë europiane vetëm në letër, ndërsa realiteti është një makt i përhershëm, një dram pa fund që përsëritet çdo 4 vjet si një film horror i pambaruar. Jemi bërë vendi ku askush nuk jep dorëheqje, ku asnjë bandit nuk del të kërkoj falje, ku askush nuk merr përgjegjësi. Përkundrazi, këta njerëz dalin krenar në fushata, duke u hequr si shpëtimtar të popullit, ndërkohë që e kanë shitur këtë popull copa si sklever modern të shekullit GG. Sa e turpshme dhe sa mizore për ne si shqiptar që më 11 maj u detyruam të rizjedhim të njëjtët bandit për qeveri dhe të njëjtët bandit për opozitë. Një teatër absurd, ku ndryshojnë ngjyrat e flamujve, por maskat janë të njëjta. Një cirk politik, ku shfaqja ndryshon vetëm me emrat e skenaristëve, por kur me përmbajtjen. Çfarë fyrje për çdo dëshmor që ka derdhur gjakun për këtë vend. Çfarë poshtërimi për çdo nën që ka rritur një fëmijë me ëndrrën e një Shqipërie të lirë, të drejtë, europiane. Ata dhanë jetën për të na bërë njerëz të denjë, ndërsa ne u shkelëm mbi gjakun dhe sakrificën e tyre, duke votuar kriminalët që u kanë vënë drynin shpresave tona. Të dashur shqiptar, jeni turp dhe mallkim i çdo dëshmori që dha jetën për këtë tokë. Jeni peng i frikës, i servilizmit dhe i indiferencës. Jeni peng i një sistemi që ju e ushqeni me heshtjen tuaj, me votën tuaj të vjedhur, me heshtjen tuaj të frikshme përballë padrejtësisë. Kjo është Shqipëria që keni ndërtuar me duart tuaja, një vend ku kriminalët qeverisin e drejtësia hesht. Një vend ku banditët sfidojnë çdo normë morale, çdo ndjenjë njerëzore dhe çdo ligj të ndershmërisë. Një vend ku drejtësia nuk është kur për të varfrin, as për të pafajshmin, por vetëm për të fortin që e blen. Kur në Suedi, një ministër largohet për një fjalë të gabuar apo një faturë të parregullt, në Shqipëri, një ministër apo deputet që kapet me valixhe me para, me dokumente të falsifikuara, me vila e llogari bankare në parajsa fiskale. Vazhdon të na qeverisë dhe të na shitet si hero. A nuk e ndjeni turpin? A nuk ndjeni dhimbjen që duhet të na kaploj të gjithëve kur e shohim këtë realitet të neveritshëm që na ka mbërthyer për fyti? A nuk ndjeni neverin kur fëmijët tanë shkojnë në shkolla të rënuara, pa libra, pa kushte, ndërsa fëmijët e politikanëve jetojnë në luks, me vila të blinduara dhe shkolla private të paguara me paratë që u janë vjedhur shqiptarëve? Kjo nuk është demokraci, kjo nuk është drejtësi, kjo nuk është euro. Kjo është një Shqipëri e kapur peng nga krimi dhe korrupsioni, një Shqipëri ku dëshmorët janë harruar dhe kriminalët bëjnë ligjin. Deri kur? Deri kur do të lejojmë që ata që na vrasin shpresën të na qeverisin? Deri kur do të vazhdojmë të votojmë me frikë, me shpresën e një kocke të vogël që do të na e hedhë dikush për të na mbajtur të heshtur? Për të ndryshuar këtë vend, nuk mjafton më të kemi ëndra europiane. Duhet të kemi zemër europiane, drejtësi europiane, moral europian. Duhet të marrim përgjegjësi dhe të ngrem zërin. Sepse vetëm atëherë do të jemi të denjë për gjakun e dëshmorëve, për sakrificën e të ndershmëve dhe për të ardhmen e fëmijëve tanë. Në të kundërt, jemi vetëm turpi i tyre. Një turp që flet më shumë se çdo flamur dhe që do të vazhdoj të na përndjek sa herë që heshtim. Dhe atëherë çdo shqiptar duhet të ndjejë një grusht në stomak sa herë që sheh fytyrat e kriminalëve që i ka zgjedhur për t'i qeverisur. Sepse Shqipëria jemi ne. Dhe, për fat të keq, ky është realiteti që kemi ndërtuar vetë.
dhe nuk do të ndryshoj, për sa kohë nuk ndryshojmë ne.